nuk ka umet që i kushton rëndësi prej ardhjes përveç se musliman. Para nga mëkatet më të mëdha që pejgamberi Allahut e ka konsideru që njeriu të përcakton veten e tij, të ndryshon farefisnin dhe për ardhjen e tij, dhe të përcaktohet se është i dikuj që nuk është i atij. Para transmeton Imam Bukhariu në Sahihun e tij që thot: ai i cili dhuron një fëmijë dikujt, dhe ai që e pranon këtë fëmijë të dhuruar, s'kan për të nuhat as erën e xhenetit. Arsyeja është për shkak se ai që dhuron fëmijë tenton me veprim të tregon se unë jam më bujar se Zoti jot, se Allahu nuk ta ka dhënë, unë po të jap. Gjithashtu dhe ai që e pranon është gjithashtu mëkatar gjunaqar. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu të emërtohet tek dikush që nuk është nga ai. Dhe kishte Zeid ibn Haritha që një periudhë ku pejgamberi Allahut para se të ndalon këtë çështje, para se të ndalon adaptimin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dul në Mekke dhe tha Zeid ibn Haritha, Zeid është djali im, djali i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Arsyeja pse e boni pejgamberi Allahut për shkak se Zeid ibn Haritha u padzon rob. Dhe pasi që u padzon rob, baba vet që ta fton, që ta merr me vet. Mirë jetonte me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga se Khatija ja pa dhuru pejgamberit Allahut Zeidin. Dhe pejgamberi Allahut e boni që të zgjedh Zeidi me prindit e tij dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai e përzgjodhi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e zgjedhi që të jeton me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mos të shkon me prindin e tij, pejgamberi Allahu del Mekke dhe thot dëshmoni se Zeidi është i biri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, deri një ditë që zbriti një ajet që thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim: ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është prind i ndonjërit prej jush, por është i dërguar i Allahut. Në të njëjtin vend del pejgamberi Allahut dhe i njofton Mekasit dhe i thot se Zeidi nuk është biri im, po Zeidi është i Harithës. Zeidi është biri Harithës. Megjithatë Mekasit vazhdonin të ftojnë Zeid i biri Muhammedit, derisa Allahu azza wa jall praktikisht dëshiron t'i tregon Mekasve se kjo çështje ka qenë në atë periudhë dhe kjo është anulu dhe do të jetë e anuluar deri në ditën e gjykimit. Dhe Allahu azza wa jall praktikisht e ban me hikmetet e tij që ta kuptojnë se Zeidi nuk është i biri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ndodhi? Zeid ibn Haritha, pejgamberi Allahut e marton me vajzën e hallës së tij, e quajtur Zeynep bintu Jahsh. Dhe pasi që e marton Zeid ibn Harithën dhe ende e ftonin Zeidi biri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall në suratul Ahzab, dhe kjo është sahabiu i vetëm i përmendëm në Kur'an. I vetëmi sahabi që përmendën në Kur'an me emën është Zeidi. Dhe ven e njofton pejgamberin Allahut vahyi shpallja në përmet Gjibrilit dhe i thot pejgamberit Allahut se Zeidi
ka me arë me ta bon një ankesë. Ankesa e Zeid ibn Harithës do të ankohet për bashkëshortën e tij që nuk është duke i shkuan jeta mirë mes dyve. E nëse vjen dhe të ankohet, këshilloj që të ndahet. Dhe Allah e paralajmëron pejgamberin Allahut se ai pasi që të ndahet, do të martohet pejgamberi Allahut me bashkëshortën e Zeid ibn Harithës, që ta kuptojnë me kasit se Zeid ibn Harithë nuk është Zeidi i biri Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndodh siç u paralajmëru pejgamberi Allahut, vjen Zeid ibn Harithë ankohet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i Rasulullah, nuk më shkon muhabeti biseda me bashkëshortën time, Zeynep bintu Jahsh. Pejgamberi Allahut e din se ki nuk ka mundësi të vazhdoj jetë. Mirë po turprohet, i thot ndaje shoqën tonë e bashkëshortën tonë. Dhe i thot ke frikë Allahun dhe maj kororizimin, vazhdoj jetesën dhe gjenin i gjunë të përbashkët. Atëherë Allahu dërhin këtë rast dhe suratul Ahzab i zrip disa jete dhe i thot kur erdhi Zeid ibn Harithë të ankohet e ti dhe ti u turprove dhe i thave ittaqillah, ke frikë Allahun dhe ma e bashkëshortin tënde, thot Allahu nuk turprohet prej të vërtetës, dhe ndodhi vërteta që Zeid ibn Harithë shkorrizon Zeynep bintu Jahsh. Pasi që e shkorrizon Zeynep bintu Jahsh, me urdhin e Allahut Azza wa Jall, pasi t'i kalon i deti, e urnon pejgamberin Allahut që të martohet me Zeynep bintu Jahsh. Zeid ibn Jahshi, Zeynep bintu Jahsh, është gruaja e parë që ka vdek pas vdekjes pejgamberit Allahut. Zeynep bintu Jahsh, gjithë gratë e pejgamberit Allahut janë dalluar me diçka. Ama Zeynep bintu Jahsh ka pas një karakteristik të veçantë që a dallu nga bashkëshortët e pejgamberit Allahut. A dini cili ka qenë? Se Zeynep bintu Jahsh ka qenë gruaja më bujare nga bashkëshortët e pejgamberit Allahut, e cila nëse i vin ke sonte sot diçka nuk e mbrin ke akshami, ajo pa e dhon sadaka le mush. Dhe pejgamberi Allahut para se me vdek, gjatë jetës së tij kanë vdek pejgamberit Allahut di bashkëshortë, Khatijja dhe Zejnebi, ama e bia Huzeimës. Dhe ishin nën bashkëshortët e pejgamberit Allahut. Dhe pejgamberi Allahut e kishte zakon pas namazit të kindisi viziton të gratë, bashkëshortët. Dhe një ditë prej ditëve qëlluan të gjithë bashkarisht me një vend. Dhe i thot pejgamberi Allahut, që transmeton Zeynep bintu Jahsh, na thon te pejgamberi Allahut pas vdekjes time, para gruas që vdes, ajo që i ka duart më të gjatë. E transmeton Aisha, thot kur vdiq pejgamberi Allahut na uraniq mi gratë edhe i maç mi duart cëlla i ka më të gjatë. Mirë po çka ndodhi, tha kur vdiq Zeynep bintu Jahsh, ajo i kishte duart më të shkurta, atëre kuptuan se pejgamberi Allahut se ka pas për qëllim gjatësinë fizionomik, po e ka pas për qëllim gjatësinë e bujarisë. Pra Zeynep bintu Jahsh është martu me pejgamberin Allahut prej asaj dite më i kanë thonë Zeid ibn Harithë, se s'ka mundësi që vjerrit martohet me nusën e gjallit. Dhe me kasit e kuptuan praktikisht, e pastaj martohet dhe i lind Usame ibn Zeid. Këto janë dy njerëz që pejgamberi Allahut më së shumti i ka dashur. Usame ibn Zeid, Usamen dhe Zeid ibn Harith. Dhe Zeid ibn Harith është një ndërmrekulli që e dini Ghazwatul Mu'ta, ka erdhoni kur ka vdek,
nga mrekullitë e pejgamberit Allahut që ka ndodhur, se pejgamberi Allahut në Medinë ishte ulur në mimber dhe vëzhgonte betejën e kujt? Ghazwul Mu'ta. Dhe thonte tash e ka marrë komandën Zeid ibn Harith dhe vdiq. Dita e ma pikalluese ka qenë e pejgamberit Allahut kur ka vdek Zeid ibn Harith. Atë që do ishte me thonë, se muslimanët nga jo besimtarë dallohen me di çështje. E para prej atinve është prejardhja. Rujtja e prejardhjes është tek ne ibadet. Dhe nuk lejohet që njeriu të bëhet bir shpirti, si i themi ne, i dikujt. Është nga gjunohet e mëdha. Po duhen të din kanë e ka babë dhe si quhet baba vetë. Dhe me dytë kanë e ka gjish dhe kështu me radhë. Rujtja e farefisnis dhe prej ardhjes ka qenë nga karakteristikat dhe veçoritë tek arabët. Për çka se e kanë ditë se ti kujt je dhe me çfarë prej ardhe ke. Këtë nuk e posedojnë një musliman. Me vetë një gjerman, kanë e kje babë, nështë e nonën ta tregon të ridikun si ta dije, ama babë s'ka shanca me ditë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall, që thot Aisha në kohën e pejgamberit Allahut kanë qenë, kur ka pejgamberi Allahut ka qenë 4 zakone të martesës, apo 5 me një transmetim qëtër, që i ka anullu Allahu 4 lloj të martesës, e ka konfirmu, e ka pohu veç një. A mo këtë do të flasë më ndërë si nashtë. Pra martesën, Allahu e ka bon që të ketë një qatë që dijet se ti i kujt je. Për këtë arsye ka bon dhe i detin. Për këtë arsye shumë norma në dinin Allahut Azza wa Jall ka zri për rujgjën e origjinës tënde. Këtë, thot Imam Malik apo Imam Shafiu, nuk e posedon asni ummet. E ki po të një Zvizran me të galzu kanë e ka miqë. E ki po me kushorin të i me dal me po bajra. S'ka kësi sen. Për këtë arsye, vetëm muslimant janë sot e kësaj dite që dallohen nga të qërë. Për pahat turqit që jetojnë baba turk, dhe më thonë që jetojshin Mustafa Kemal Ataturkit. Ata pa të mo baba turk. Alau baballëkin e ti për vazhdojnë. Kur shkojshin shqiptarë për këtu, i detirojshin ato me ndrub me emnë. I detirojshin ato me ndrub me emnë. Për shkak me ahup origjinën e tyre dhe prejardhën e tyre. Kjo është karakteristikë e veçantë që muslimanët janë dalluar nga të tjerë.